Pas më shumë se 30 vite shpritje për banorët e lagjës Mark Lula, dita e sotme shënon një kapitull të ri për përmirësimin e infrastrukturës në zonë. Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka inspektuar fillimin e punimeve për rikonstruksionin e rrugës së Roza Lane dhe degëzimeve të saj në lagjen Mark Lula, një investim që jep fund pritjes shumë vjeçare të banorëve të kësaj zone. Ky projekt i rëndësishëm infrastrukturor përfshin ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve, asfaltimin dhe ndriçimin e plotë të 1.6 km rrugë të brendshme, duke përmirësuar ndjeshëm kushtet e jetesës për mbi 2000 banor. Ka qenë jashtëzakonisht keq, edhe unë di shqetësimin, ka qenë shqetësim i parë që është ballafaqur për Mugjur Kanart, edhe nëpërmjet banorëve, edhe në këshill, edhe e kena filluar atë procedurën sapo kena ardhur, po sigurisht ajo do kohën e vet, kështu që tani jemi në momentin e fillimit të ndërtimit. Është që projekti është më i gjatë bashkë me degëzimet, është edhe më e mirë dhe kjo që në edhe numrin e përfituesave të familjarëve gati në pesmi, sepse janë afërsisht 2-3 shkolla që janë, shkolla austriake, Korjezo, shkolla tjetër dhe banorët që janë pjesë e këtyre shkolla fëmijë nuk janë thjesht vetëm të lagjes apo të rrugës Roza Lane, janë të në lagjet përreth, kështu që fakti që rregullohen edhe degëzimet na ka rrit shumë edhe vizibilitetin edhe lëvizjen, po edhe shtu numri i fëmijëve në këto shkolla. Ashtë raport, më thonë që bën investimi i tillë. Jena mirë njës, i këtë rrugë jam me do komplimente, e ke bo atë edhe për zonë e 10 vjetë se kështë e bo kush në botë. 100 kuadra kanë ardhur dhe ma të banë gjithësi, për e o bojnë me fond të gjithë shka, kur s'na kanë ardhur, veç tjerë. Projekti realizohet përmes një bashkëfinancimi mes Bashkisë Shkodër dhe Qeverisë Shqiptare dhe synon transformimin e një zone që për dekada ka qenë jashtë vëmendjes së investimeve publike.